Në momentin e parë, tham, janë mbi 1000 persona të cilët ti i ke ndihmuar për të perfeksionuar artin e komunikimit. I kam trajnuar, se kur thoni kam ndihmuar, duket sikur i ke trajnuar në fillim të trajnimit. Çfarë vëre të jenë gabimet më të mëdha që bëhen në komunikimin? Sa e bukur kjo pyetje, vërtet, që mund t'i bëjmë dhe ne ose edhe të tjerë që mund t'i kesh hasur. Edhe duke na parë ne, se unë jam e bindur gjithë ne kemi probleme me komunikimin. Edhe në qofshim njerëz të medias dhe në patshim vite e vite me radhë. Në radhë të parë nuk dëgjojmë. Ky është problemi i parë që kemi si shoqëri, duam vetëm të flasim. Të ndalësh, të dëgjosh, të perceptosh është art komunikimi. Kështu që pastaj pjesa tjetër rregullohet. Po ditë të ndalësh, të dëgjosh dhe pastaj fillon puna. Nuk është kaq e thjeshtë. Mirë, unë e kuptoj që në kuadrin edhe të një farë moralizimi kjo është e vërtet dhe kjo qëndron. Jo, nuk është moralizim. Kjo është e vërteta e shoqërisë tonë. Kështu jemi. Nuk dëgjojmë, ne duam të flasim, duam të tregojmë, duam të themi atë që kemi bërë ne, e kemi bërë, e kam bërë unë, se e di çfarë bëra unë, se ti nuk e di se çfarë i thash unë, po kur më tha unë ja thash, dhe ne nuk shikojmë pak më një minutë heshtje se çfarë. Jam plotësisht dakord. A mundesh të ndash diçka interesante, po them, nga kjo fusha e trajnimit të komunikimit publik me ne dhe me publikun? Diçka interesante, pa përmendur emra, pra duke ruajtur diskrecionin absolutisht, diçka që ndoshta ty të ka frymëzuar, po them. Okej. Nuk mund të them frymëzuar, por mënyra se si unë e filloj një trajnim të folurit në publik, sepse kuptohet është një trajnim i mbajtur nga një profesioniste dhe nuk mund të tej kaloj etapa, fillon që nga frymarrja, dhe frymarrja është baza. Dhe zakonisht kur trajnoj persona që nuk e kanë përpiluar mirë informacionin që unë kam dhënë në seancën e parë, se si zhvillohet trajnimi, dhe vinë në trajnim, por kryesisht vinë dhe nga zona, pra vinë nga Kosova, vinë nga treva të ndryshme, dhe më duhet të citoj nga Kosova për shumë këton. Që beari, me pagu pare me marë fryma. Logjika qëndron. Po, logjika qëndron. Dhe në fakt ne kemi të domosdoshme të paguajmë para për të mësuar të marrim frymë, se kujtoj tani nga një tjetër profesionist, po këtë herë në fushën e sporteve, më bëri të kuptoja që në aq vite të jetës time unë kisha marrë frymë gabim, dhe vetëm çasti që kisha marrë frymë mirë kanë qenë kur isha bebe. Po. Ajo është frymarrja bebave, sigurisht ajo që ndihmon për frymarrja me diafragmë. Me diafragmë, ajo është frymarrja. Ja, e mbaj dhe unë mend një gjë nga trajnimi me Arietën. Të vetmen që ke arritur të bësh.